Bashkia e Vlorës në bashkëpunim me ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve rajoni Vlorë ka ndërmarrë këtë të martë një aksion të gjerë pastrimi në zonën e Pyllit të Sodës, një nga hapësirat më të frekuentuara dhe me rëndësi të veçantë për qytetin, si për banorët ashtu edhe për turistët. Në këtë nismë u angazhuan punonjës të bashkisë të ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve rajoni Vlorë, si dhe vullnetar të ndryshëm, ndërsa të pranishëm në teren ishin edhe kryebashkiakja Brunilda Mersini, si dhe drejtori i ujësjelljes kanalizime rajoni Vlorë, Klevis Kaso. Kryebashkiakja Mersini theksoi rëndësinë e ndërhyrjeve të tilla, duke u shprehur se pastrimi i mjedisit mbetet një nga prioritetet kryesore të bashkisë. Ajo bëri me dije se ndërhyrja erdhi pas konstatimit një niveli të lartë të ndotjeje në këtë zonë, ku në ditët e fundit ishin evidentuar mbetje të shumta urbane dhe inerte, duke dëmtuar jo vetëm pamjen, por edhe ekosistemin e zonës. Mersini shtoi se Bashkia e Vlorës është duke planifikuar organizimin e një dëgjese publike me qytetarët dhe grupet e interesit me synim rishikimin e kuadrit të masave ndëshkuese ndaj ndotjes së mjedisit. Sipas saj, rritja e vlerës së gjobave pritet të shërbejë si një masë parandaluese për të frenuar fenomenin e hedhjes së mbeturinave në hapësira publike. Ju e dini që pastrimi është një element kryesor i shërbimit ndaj qytetarëve, por kjo nuk bëhet vetëm nga ana e strukturave, kjo bëhet me ndërgjegjësim. Në fakt, prej ditës së djeshme, ne kemi qenë në teren në Pyllin e Sodës, ku me shumë keqardhje kemi pa një nivel të lartë të ndotjeve, pavarësisht se një javë përpara kishim pastruar, dhe kjo kërkoi që bashkë me Klevisin të rakordonim të dy ndërmarrjet tona, bashkia pra me punonjësit e ujësjelljes, të ushtronim një aksion sot në mënyrë që ky aksion nuk ka vetëm qëllim pastrimin, po sensibilizimin. Na mungon sensibilizimi. Dhe me thënë të drejtën, këtu ka operator ekonomik që ushtrojnë aktivitetin e tyre ndaj plazheve dhe janë shumë indiferent ndaj pastrimit. Kështu që ne, nisur nga kjo situatë, do të kërkojmë një dëgjesë publike për të ndryshuar nivelin e gjobave në qytet. Gjobat në qytet ndaj mjedisit duhet të rriten dhe të dëgjesohemi nëpërmjet gjobave, sepse ky është një aksion që na përket të gjithëve, por pastrimi ka të bëjë me të ardhmen. Ndërsa drejtori i ujësjelljes kanalizime rajoni Vlorë, Klevis Kaso, u shpreh se institucioni që ai drejton i është përgjigjur me gatishmëri thirrjes së bashkisë për të bërë pjesë e këtij aksioni. Ai nënvizoi se Pylli i Sodës përfaqëson një zonë me vlera të shumta, jo vetëm turistike, por edhe sportive dhe rekreative, dhe ai kërkon një kujdes të vazhdueshëm dhe bashkëpunim institucional për mirëmbajtjen e tij. Kaso theksoi se ndërmarrja e ujësjelljes kanalizime do të vijojë të mbështesë çdo nismë që ka në fokus përmirësimin e kushteve mjedisore dhe rritjen e cilësisë së jetesës së qytetarëve. Ju bashkuam me shumë kënaqësi thirrjes së bashkisë dhe kryetares për të ardhur në ndihmë pastrimit për këtë zonë kaq të ndjeshme për qytetin e Vlorës, ku është një zonë po aq turistike, po dhe sportive në të njëjtën kohë, ku shumë qytetarë të Vlorës rushojnë aktivitet fizik, po edhe turistik njëkohësisht, kështu që atë që kryetaria tha, ndërgjegjësimi është hapi i parë që ne duhet të ndërmarrim si qytetarë të Vlorës për të mbajtur këtë pyll dhe këtë mushkri të qytetit pastër, dhe do të si drejtori ujësjelljes kanalizimit të Vlorës do të jemi gjithkohës në dispozicion për nisma të tilla dhe për një qytet më të pastër. Ndërkohë, kryebashkiakja Mersini ndaloi edhe tek një tjetër problematike konstatuar në terren, si ajo hedhjes së pajisjeve elektroshtëpiake në ambientet e hapura. Sipas saj, ky fenomen është evidentuar jo vetëm në Pyllin e Sodës, por edhe në zona të tjera të qytetit. Ndërsa tha se për të adresuar këtë çështje, Bashkia e Vlorës do të vendosë në dispozicion të qytetarëve mjete të posaçme për grumbullimin dhe transportimin e elektroshtëpiakeve të vjetra. Qytetarët do të kenë mundësi të kontaktojnë në numrin e publikuar nga bashkia për të kërkuar këtë shërbim, duke shmangur kështu hedhjen e tyre në mënyrë të pakontrolluar. Por ju lutem, kemi të afishuar pranë ndërmarrjeve shërbime publike një numër i cili është në dispozicion të gjithë qytetarëve që kanë për të nxjerrë orendi shtëpiake. Mjafton që neve të telefonojmë dhe do t'i asistojmë ne për heqjen. Nuk mund të lihen në çdo cep të qytetit. Jo vetëm që është qytet turistik, ne jetojmë vetë këtu, ne kemi fëmijë tan këtu. Ne nuk jetojmë vetëm për turizmin, ne po ndërtojmë të ardhmen e fëmijëve tan. Derisa ne jemi prezent me numër telefoni, me shërbim, me makinë, do vi bashkia do t'i heqi. Mjafton që ju të telefononi drejt atij numri që është afishuar në çdo faqe të ndërmarrjes së pastrimit dhe ne do të organizojmë heqjen e tyre. Kërkojmë edhe nga ana e medias një sensibilizim për gjithë qytetarët, por dhe reagim qytetar. Dikush kush e shef duhet të sensibilizohet. Jo më larg se para 2 javësh ne kemi denoncuar pranë organeve policore raste ku inertet janë lënë në mes të qytetit. Nuk mund të ndërtoni shtëpit dhe inertet
të lihen aty. Po kështu, pranë të gjithë qytetarëve, bashkia me ndërmarrjen e pastrimit i asiston. Mjafton numri i telefonit. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini dhe drejtori i Ujësjelljes Kanalizime rajoni Vlorë Klevis Kaso bëjnë thirrje për më shumë ndërgjegjësim dhe përgjegjësi qytetare, duke theksuar se ruajtja e pastërtisë së mjedisit është një detyrim i përbashkët dhe kërkon bashkëpunimin e të gjithëve.